arsye të radhë, unë ndam dhe unë humba botën time, do të humba busullën, kisha vetëm një njeri në jetë dhe pastaj fillova nga e para. Megjithatë unë ja dola me terapi, me ndihmë, mbarova shkollën, nuk bëra e pavarur. Ditën e divorcit e kam thënë dhe herë të tjera ne e festuam me darkë të gjithë bashkë, dhe unë ajo ka qenë natë e parë që unë fjeta gjumë, se kisha vite që nuk flija gjumë, nuk ngopsha me gjumë. Nuk kem pas probleme këto 7 vite. Por në moment që unë u rimartova dhe pa që gjeta lumturinë prapë, pa një mashkull tjetër në jetën time dhe në jetën e djalit, ai filloi të këmbgulte nga shtatori, data 29 që është bërë dasma, merrte ditën e dasmës në telefon, merrte me kamerë, unë që i thoja jemi në dasëm, të marrim më vonë, pse po martohesh, me kë po martohesh, si po martohesh, do të thënë do t'i merrja ati leje. Edhe një xhelozie smur që unë nuk e dija që vazhdonte edhe pas divorcit. Gabimi im ishte që u bë publike. Dija do bëhet kaq xheloz atë moment e djalin, nuk do ta kisha bërë publike asnjëherë.